Në këtë prag fillimi të shekullit të dytë të pavarësisë, lidhja për drejtësi dhe progres lindi si dëshirë dhe vullnet për të çrënjosur nga mendjet e drejtuesve politikën e konfliktit dhe të përçarjes, që i ka lodhur dhe u ka vrarë shpresën shqiptarëve. Lidhja për drejtësi dhe progres, si parti moderne me frymë dhe orientim perëndimor, synon të kontribuojë në ndërtimin e një demokracie funksionale, ku të mbizotërojë drejtësia, harmonia dhe progresi. Më lejoni të ftoj kryetarin e partisë Lidhja për Drejtësi dhe Progres, zotin Elmas Sherifi. Ja si të lune të bërë. Ardhmja jonë. Dhe meriton që këtë shallë ta mbajmë dhe. Përshëndetje, kam derin që në emër të 3.323 themelisëve të deklaroj se gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë me vendim të formës prerë numër 1950 dhe numërin e aktit 8626 në 17 mars 2012 regjistroi si person juridik në regjistrin e partive politike Partinë e Re Lidhja për Drejtësi e Progres me inicialet LDP. Ky vendim na mundson organizimin e veprimtarive politike brenda dhe jashtë vendit, ashtu siç po e organizojmë dhe sot. Shumë mendime, shumë dilema, shumë pyetje, shumë parti, përse u krijua Lidhja për Drejtësi e Progres. Shqipëria hyri në 100 vjetorin e pavarësisë dhe 21 vjetorin e marrëdhënieve me komunitetin evropian me imazh të dëmtuar dhe me institucione politike që përjetojnë bojkotin ciklit të opozitave. Politika e konsensusit dhe e kompromisit si arti qeverisjes në sistemet politike demokratike është zvendësuar nga politika bllokuese, të cilat kanë spostuar vëmendjen nga kryerja e reformave sipas marrëveshjes së stabilizim asociimit të nënshkruar vite më parë nga mungesa e dialogut politik konstruktiv dhe retorika e nxitjes së konfliktit në seancat parlamentare e kanë shndruar kuvendin e Shqipërisë në një institucion pa autoritet, i cili nuk funksionon si institucioni i pavarur legjislativ dhe as ushtron në mënyrë efikase funksionin e kontrollit mbi qeverinë. Deputetët, mjetin më efikas të komunikimit, kanë akuzën. Madje ata akuzojnë dhe njëri tjetrin si ish agent të sigurimit të shtetit, por që të dyja grupet parlamentare nuk miratojnë ligjin për hapjen e dosjeve të politikanëve dhe as kanë vullnetin të heqin imunitetin kushtetues me ndryshimin e normave kushtetuese. Partitë parlamentare energjit i harxojnë me sherrë politike dhe nuk investojnë për krijimin e klimës bashkëpunuese në institucione për zbatimin e aktis komunitar dhe plotësimin e rekomandimeve të Bashkimit Evropian si parakusht për integrimin e vendit. Në Shqipëri partitë që humbasin zgjedhjet por i ngjallin zakonin shqiptar të largimit nga institucionet politike si në 1924 dhe me demonstrata e revolta militantesh të organizuara nga vetë partitë politike ju turren kryeministrisë. Në 1998 Partia Demokratike e pushtoi në Thojza Kalan kryeministri, ndërsa socialistët nuk e morën dot në 2011. Kjo sjellje politike i ka shokuar institucionet e Bashkimit Evropian, të cilat krejt ndryshe, nga 100 vjet më parë, kur i ndanë pa drejtësisht trojet shqiptare, tani u luten për fajsuesve politik
që të plotësojnë standardet e integrimit dhe me humor politik e konsiderojnë një sukses të jashtëzakonshëm takimin e Ramës me Berishën. Ky është standardi i kulturës politike në këto 100 vjet të shtetit pambarur shqiptar. Në botën demokratike, protestat organizohen nga sindikatat dhe grupet caktuara interesi, kurse në Shqipëri janë partitë që organizojnë demonstrata e greva si instrumente ose për ta dobësuar dhe për ta marrë pastaj pushtetin. Këto fakte tregojnë se mendësia e partisë shtet, si mendësi tipike lindore, po shndrohet në një sindrom politike për pushtet. Sindromi partijak i pushtetit realisht po i sfidon institucionet politike të shtetit shqiptar. Ky sindrom ka kapluar kryetarët e partive dhe strukturat partijake, drejtuesit e kuvendit dhe grupet parlamentare. Sindromi po politizon dhe institucionet kryesore të shtetit, presidencën e Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Drejtuesit e partive politike për interesa partijake tentojnë që edhe pushtetin gjyqësor ta shndrojnë në seksion politik partijak dhe këtë e vërtetojnë me sjelljet e tyre politike mediatike. Sa herë akuzohen ose sa herë që u cënojnë interesat partijake, ata artikulojnë akuza ndaj gjyqtarëve dhe trupave gjyqësore, sikur të ishin prokuror në një proces penal. Nga kjo sjellje është infektuar dhe është politizuar dhe veprimtaria e organit akuzës, i cili përfshihet në debate mediatike, duke u bërë pjesë e lojës politike dhe indikuar nga kjo klimi. Vonon zbardhjen e së vërtetës, sidomos për vepra penale me implikime politike. Një garë e madhe konkurruese zhvillohet midis partive se kush do të antarësojë më shumë antarë. Në çdo moment flitet për partitë dhe kryetarët e përhershëm të tyre si shpëtimtarit e një situate që vetë kanë krijuar. Adhurimi i rolit udhëheqës të partisë dhe i kryetarëve të tyre si mendësi tipike lindore po injektohet dhe të trinjt të ju, të cilët përdoren për interesa pushtetit, duke ju premtuar bashkimin kombëtar si vepër e një partie. Shqiptarët sot nuk kanë në agjendë çështjen kombëtare, por plotësimin e standardeve dhe për ta merituar integrimin me dinjitet në Bashkimin Evropian. Çështja kombëtare jo vetëm që nuk mund të jetë një çështje e një apo disa partive, të vëna në garë se kush mban më shumë flamuj në duar, por as mund të realizohet me partije kryetar që shpërndajnë fletushka për greva e demonstrata, që bëjnë thirrje për mosbindje civile, që nuk respektojnë as kushtetutën e vendit, ose veprojnë në kundërshtim të hapur me ta. Kjo është me të vërtetë një situatë surrealiste, sa komike dhe tragjike, e cila na largon në vend të na afrojë me kulturën perëndimore. Ndryshe nga shoqëritë perëndimore, ku propagandohen globalizmi e multikulturalizmi me standardet e të drejtave të njerëzit, prej nga mund të përfitojnë shqiptarët, të gjithë emigrantët shqiptarë, kudo ku janë, partitë në Shqipëri për interesa pushteti artikulojnë teza partijake, populiste, që nxisin urrëtitjen kombëtare dhe atësarojnë marrëdhëniet në rajonin problematik të Ballkanit. Për të dhënë besueshmëri tezave të tyre protagonistët, shpesh i referojnë kushtetutës, por nga kushtetuta shkëpusin me qëllim formulimin se drejtësia, paqja, harmonia dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë ndër vlerat më të larta të njerëzimit. Partitokracia po fiton terren e po ringjallët si një fantazm, aq sa po krijohet mendimi se tashmë në Shqipëri vetëm ligjërimi kushtetues ka mbetur për të shpallur Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste si forcat e vetme udhëheqëse të shtetit dhe të shoqërisë në Shqipëri. Shqiptarët po sfiliten nga debatet mediatike me prirjet theksuara ideologjike e politike, por as pak për interesat e tyre jetësore. Ky realitet po e deformon sistemin merit demokratik, kur duhet sundojnë jo vendimet e partive dhe urdhrat e kryetarëve, por normat juridike kushtetuese, të cilat duhet t'i garantojnë gjithë secilit lirinë të zgjedhë ose të ndryshojë fenë e bindjet politike, t'i shfaqë ato individualisht ose kolektivisht në publik ose në jetën private, nëpërmjet kultit, arsimimit ose kryerjes
të rritjeve e praktikave fetare. Në 100 vjet, shteti i pavarur, shqiptarët për arsye të trashëgimisë ideologjike lindore kanë përjetuar situata sa të lumtura, aq edhe tragjike, por asnjëherë nuk kanë ndërtuar në këto 100 vjet një shtet të vërtet demokratik. Ata kanë përjetuar lumturinë e shpalljes pavarësisë nga Ismail Qemali, por dhe dhimbjen e thellë promocionin e saj nga fuqitë europiane. Krijimin e principatës autonome të trashëgueshme të Princvidit dhe përdhosjen që asaj i bëri anarkizmi vrastar. Shqiptarët kanë përjetuar historinë e lavdishme të Kongresit Lushnjës, kur elita politike shqiptare krijoi për herë të parë, pa ndërhyrjen e faktorit të huaj, institucione politike të shtetit dhe abrogoi de facto aktet ndërkombëtare të konferencës ambasadorëve të 29 korrikut të vitit 1913, duke rivendosur sovranitetin dhe pavarësinë e humbur, por të gjitha arritjet i varrosi lufta e parëndeshme politike për pushtet midis Nolit dhe Zogut. Formimi i Republikës së Shqipërisë në 1925 dhe monarkia e mbretit Zog në 1928 i dhanë shtetit shqiptar formën e qeverisjes dhe legjislacionin perëndimor, por ato vlerat demokratike të krijuara u fashitën nga mendësia lindore e drejtimit shtetëror dhe etjes për pushtet, duke shndruar pluralizmin politik në një fikshën dhe lirit e të drejtave njerëzore si të panevojshme para rritjes ekonomike dhe ndryshimit të mënyrës së jetesës. Shqiptarët kanë njohur shumë gjatë shtetin e diktaturës së proletariatit të Enver Hoxhës, i cili e shpalte si shkalla më e lartë e demokracisë, e cila zhvilloi realisht arsimin, shëndetësinë, kulturën e sportet, por edhe izolimin dhe ndarjen përse gjalli me vëllezërit në trojat natyrale shqiptare, varfërinë ekstreme të popullit dhe luftën e tmerrshme të klasave, burgjet dhe internimet, ideologjizimin e politizimin e mendjeve njerëzore dhe izolimin e tejskajshëm nga qytetërimi perëndimor, sëmundje që është shumë e vështirë për të shpulur edhe sot. Shqiptarët kanë përjetuar shembjen e diktaturës dhe krijimin e pluralizmit politik dhe ekonominë e tregut, që kanë rritur realisht nivelin e jetesës, por mendësia e partisë shtet si mendësi antidemokratike është e fortë dhe prezente. Është e vërtet që lufta e klasave nuk mund të shfaqet në formën klasike, por ajo po realizohet si një luftë për pushtet midis të majtëve dhe të djathtëve, si luftë për vendin e punës, për tenderin e radhës, si përjashtim nga konkurimi i vlerave dhe zgjedhjet preferenciale të administratës shtetërore me motive të mirëfillta e kritere të pasërta politike. Format po sofistikohen. Neopotizmi tradicional i gjakut apo i fisit po zvendësohet nga neopotizmi i interesave, i cili sipas opinionit publik shfaqet në formën e lobeve politike dhe monopoleve ekonomike, që për pushtet blejnë gjithçka. Blejnë votën e qytetarit dhe kandidimin e deputetit, emërimin dhe transferimin e gjyqtarit, emërimin e ambasadorit, por dhe fitusin e tenderit, që financon fushatën me qëllim që askush të mos konkuroj krijuesit dhe mbrojtësit e këtij modeli qeverisje. Kjo praktik është bërë sunduese, sa që askush nuk beson më te vlerat njerëzore dhe parimet e demokracisë funksionale, por vetëm te sasia e eurove dhe dollarëve që ofrohen. Tashmë është krijuar një opinion mbarpopullor, i konfirmuar edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare, se fenomeni i state capture dhe party capture është i mundshëm në Shqipëri. Përpasoj, sjelljet politike të opozitave njësohen me sjelljet politike të majorancave qeverisë, prandaj shqiptarët po humbasin besimin si te alternativa qeverisë dhe te alternativa korrigjuese dhe po kërkojnë alternativa të reja politike konkurruese. Për të ndryshuar këtë realitet të papranueshëm për inteligjencën e shqiptarëve, intelektual e politikan, pedagog e student, punëdhënës e punëmarrës, të vetëpunësuar e njerëz të thjesht, emigrantëve të papunë, themeluan lidhja për drejtësi e progres si lidhje politike e njerëzve të lirë të çliruar nga ideologjitë e vjetra politike dhe komplekset e shkuarës
me mendje të hapur dhe vizionin e një partie moderne, me frymë kombëtare dhe frymëzim e orientim perëndimor. Partia Lidhja për Drejtësi e Progres është organizim vullnetar politik i shtetasve shqiptar, të cilët i bashkon filozofia politike dhe veprimtarinë e tyre bazojnë në parimet demokratike. Ligjin për partitë politike dhe programin e statutin modern të kësaj partie. Misioni politik buron nga përgjegjësitë civilizuese dhe detyrimet juridike kushtetuese për krijimin e vullnetit dhe edukatës politike të shtetasve shqiptar, që lirit dhe të drejtat e tyre politike t'i realizojnë me pjesëmarrjen e tyre në referendume, në zgjedhjet politike dhe zgjedhjet e qeverisjes vendore. Qëllimi i krijimit të Partisë Lidhja për Drejtësi e Progres është pjesëmarrja në konkurimin politik demokratik, me programe, me platforma e burime njerëzore të afta, për të marrë përgjegjësitë e qeverisjes vendit në nivelin qendror dhe në nivelin vendor. Partia për të realizuar misionin politik dhe qëllimet e saj do të përdor vetëm mjete demokratike e kushtetuese, do të respektoj institucionet politike e juridike të shtetit, proceset zgjedhore demokratike dhe është kundër çdo sjellje politike që synon marrjen e kushtetit me metoda e mjetet totalitare antidemokratike ose nëpërmjet taktikës së lodhjes së popullit. Filozofia politike e Lidhjes për Drejtësi e Progres buron nga traktati filozofik, politik e kushtetues i Sami Frashërit. Shqipëria çka qenë, ç'është e ç'do të bëhet. Dhe shkolla perëndimore e demokratëve të rinj të përfaqësuar nga Bill Clinton e Tony Blair. Sami Frashëri është i vetmi përfaqësues i elitës politike televizjes kombëtare shqiptare që hartoi projektin e Shqipërisë politike, i cili përputhej me kufitë e Shqipërisë natyrale. Sami përgatiti projektin politik për Republikën, si risi në hapësirat e Ballkanit monarkik, me institucione politike të pavarura, me kryetar kolektiv të shtetit, të cilin ashtu si Straboni e quante plakoni, me pushtet legislativ me 100 deputet, me pushtet gjyqësor, me pushtet ekzekutiv e Ministrinë e Diturisë, Ministrinë e Begatisë, Ministrinë e Drejtësisë e të Besimit, me administrim të decentralizuar, të lehtë e funksionarë të ndarë në 15 ngastra e me 15 kryeqytete. Me Prishtinë, Yskëp, Shkup, Shkodër, Elbasani, Emerat, Janinë e Prevezën, por dhe me kryeqytetin e Shqipërisë, të cilin dëshironte të quhej Skënderbekas. Partia jonë Sami Frashërin e konsideron konstitucionalistin e parë të botës shqiptare. Projekti kushtetues i hartuar prej tij duhet ishte themeli juridik kushtetues, mbi të cilën Kuvendi Kombëtar i Vlorës dhe burri i mençur Ismail Qemali duhej që të themelonte institucionet politike të shtetit të ri shqiptar me këtë akt juridik i cili fatkeqësisht mungoi. Dy gjëra i prishën shumë herë njerëzit e një qeverie, mendonte Sabiu. Rrogë tepërt që u hap udhën e prishjes e së madhërisë dhe rrogë pakët që i bëjnë të vjedhin e të mos të vështrojnë punën. Prandaj në Shqipëri duhet mos ketë as rrogë shumë të madhe, as rrogë shumë të vogël. Me këtë formulim Samiu pasqyronte filozofinë e tij për krijimin e një shoqërie ku duhet të dominojë klasa e mesme e saj. Filozofi e cila sot përputhet në rrugën e tretë të Tony Blair dhe të Clintonit, të qytetërinëve më të zhvilluara. Lidhja për Drejtësi e Progres nga traktati i Sami Frashërit merr larg pamësinë politike të parashikimit, metodologjinë e analizën shkencore, dashurinë për Shqipërinë e shqiptarët
dhe sensin perëndimor të orientimit politik, aq i nevojshëm dhe sot për shkëputjen e klasës politike të Shqipërisë nga tradita politike 100 vjeçare e vonesave dhe e pengesave. Shqiptarët e kanë treguar gjithandej që janë të zotë dhe me kordh dhe me pend, edhe me trimëri edhe me mend e me dituri, se Shqipëria ka nxjerrë shumë njerëz të shquar e me nam të madh, po ndonjë nga ta s'ka punuar për Shqipërinë, e cila ka mbetur gjithnjë e varfër, e pa dëgjuar, vlerësonte Sami Frashëri. Teza e Sami Frashërit është vërtetuar plotësisht nga historia jonë politike 100 vjeçare. Shqiptarët shpallën të fundit në Ballkan pavarësinë në fillim të shekullit 20. Shqiptarët pranuan të fundit në Ballkan pluralizmin politik në fund të shekullit 20. Shqiptarët edhe në këtë fillim shekulli, Shqipëria dhe në këtë fund shekulli është vendi problematik për institucionet e Bashkimit Evropian, që drejtuesit e cilës po sfiliten për të takuar dy shqiptarë që drejtojnë dy partitë më të mëdha në Shqipëri, të cilët për interesa pushteti po sakrifikojnë interesat e shtetasve dhe të shtetit, sepse nga sjellja e tyre politike nuk po plotësohen standardet dhe prandaj Shqipëria nuk e meriton statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Rruga vazhdon me vite të tëra. Shqiptarët po binden dita ditës se klasa e sotme politike dhe leadership i saj me mendësi janë të shkuarën lindore, ndërsa me dëshirë janë në demokracinë perëndimore. Këtë situatë prodhon sa paftësia për të shkputur nga shkolla ideologjike, por edhe pragmatizmi partijak i realizimit të përfitimeve për lobe të caktuara, të cilat nuk mund të mundësojnë demokracinë e institucioneve politike funksionale të tipit perëndimor. Lidhja për drejtësi e progres nuk është parti ideologjike, po një parti post-ideologjike, sepse si pas sociologëve e politologëve të viteve 1970-2000, ideologjit politike kanë marrë fund që kur ekonomia fitoi mbi politikën. Demokracia liberale fitoi mbi ideologjinë dhe ideologjit konvencionale të së majtës dhe të së djathtës u bën të tepërta në shoqërinë globaliste e multikulturaliste. Përfundimisht, ideologjit politike u vyshkën e porrudhen përballë standardeve ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, të cilat janë burim i së drejtës për legjislacionin e çdo vendi që kërkon të antarësohet në Bashkimin Evropian. Partia Lidhja për Drejtësi e Progres nuk është as parti klasore dhe nuk ka për qëllim mbrojtjen e interesave të grupimeve të caktuara sociale si përdoret rëndom. Sepse nëse do të mbronte interesat e grupimeve sociale të veçanta, atëherë do të cënonte interesat e grupeve të tjera sociale dhe një politikë e tillë do ta largonte nga parimet demokratike që garantojnë liritë vetjake, liritë politike, por dhe liritë sociale të drejtave të njerëzit. Partia jonë do të ndërtojë shtetin social të së drejtës, që i garanton liritë dhe drejta themelore të çdo individi e subjekti juridik, sepse njerëzit nuk lindin dhe as mund jenë të majtë dhe djathtë, por qenie njerëzore me nevoja e interesat shumta, plotësimi të cilave nuk mund të kushtëzohet nga ideologjit dhe as nga orientimi politik i qeverisjeve. Lidhja për Drejtësi e Progres do të realizojë qeverisjen e mirë, nga e cila duhet përfitojë e gjithë shoqëria dhe jo vetëm anëtarët e partisë në pushtet, të cilët emërojnë jo për vlerat e tyre profesionale, por për militantizmin e tyre partijak. Për ta jetësuar filozofinë politike, partia jonë do të marrë nga flamuri i demokracisë sociale vlerat e lirisë, të barazisë e solidaritetin social. Nga flamuri i neoliberalëve do të përftojë vlerat e ekonomisë tregut dhe nga neokonservatorizmi vlerat që lidhen me çështjen kombëtare, me familjen dhe me fenë. Ne e kuptojmë sa e vështirë është që këto tezat pranohen si të vërteta në mjedisin shqiptar, por kjo nuk mund të na largojë nga kjo rrugë, sepse ne besojmë se ky është modeli politik që duhet zgjedhim. Ne besojmë te reagimi i pjesës intelektuale të shoqërisë dhe mbështetja e qindra mijë shqiptarë dhe emigrantë, të cilët e kanë shijuar frytin e demokracisë funksionale perëndimore,
por edhe kanë provuar goditjen e krizës thellë ekonomike në Europën perëndimore, sepse u cënuan pikërisht standardet e të drejtave të njeriut dhe parimet e funksionimit të shtetit të së drejtës. Mendimi politik i Partisë Lidhja për Drejtësi e Progres do të jetë gjithnjë në lëvizje, sepse do të promovojë të rinj si ju, që priren drejt progresit dhe kuptojnë përse dogmatikët ideologjik progresin e konsiderojnë herezi. Ne besojmë në fuqinë e institucioneve politike që garantojnë drejtësinë kushtetuese si panshmëri, kundër mendësisë partijake që adhuron partinë dhe individin fuqiplot që e drejton. Përvoja botërore dhe studimet sociologjike e psikologjike na kanë krijuar bindjen e qëndrueshme se qeverisja e mirë mund të realizohet vetëm nga njerëzit e mirë, me moral politik që e duan Shqipërinë dhe shqiptarët. Sepse individët që nuk i shfaqin vlerat e dashurisë e të respektit për veten e tyre dhe familjen, nuk mund të jenë garantuesit e lirive dhe të drejtave themelore të shtetasve, as të shtetit. Dhe përrjedhoj, ata nuk mund të jenë mbrojtësit e interesave kombëtare. Ashtu si dhe partitë politike që nuk garantojnë liritë e të drejtat e anëtarëve të tyre dhe që nuk respektojnë normat statutore për funksionimin demokratik të strukturave partijake, nuk mund të ndërtojnë shtetin social të së drejtës me institucione politike të pavarura e të konsoliduara. Të besosh dhe të pranosh të kundërtën, do të thotë ose je naiv, ose vjesh me qëllim në pozitat e mashtruesit të opinionit publik. Ne nuk e duam këtë rol. Është kjo një premisë e fortë arsyetimi që Lidhja për Drejtësi e Progres është kundër legjitimiteteve politike të cilat bazohen në autoritete tradicionale, ose në autoritetin e karizmës. Sepse këto mendësi politike në thelbin e vetë justifikojnë kufizimin e lirive dhe drejtave të njeriut, që janë pasqyra reale e sistemit demokratik dhe të cilët me emër të aftësisë që kanë individët për të marrë e mbajtur pushtetin me mjete autoritarizmi, si ideologji tipike lindore, ju intereson një grupi të vogël njerëzish. Në shoqëritë e zhvilluara demokratike, legitimiteti politik i pushtetit duhet të burojë nga autoriteti racional ligjor i demokracisë partijake, por veçarisht i demokracisë parlamentare. Autoritet që duhet fitohet duke zgjeruar lirinë e demokracisë individuale dhe duke frenuar prirjen e individëve që lidhen fort me pushtetin dhe pas pushtetit për interesat e një grupi lobik, po jo të shoqërisë. Problemet e Shqipërisë nuk janë të pamundura për të zgjidhur. Një pjesë e tyre kërkon vetëm vullnet politik, ndërsa pjesa tjetër kryesore kërkon mendësi të re, mendësi perëndimore. Ne besojmë se ndërtimi i institucioneve demokratike të qëndrueshme është një ndër vlerat më të qëndrueshme për shoqëritë perëndimore dhe për këtë arsye, institucionet politike të shtetit i vlerësojnë si shtylla të demokracisë, ndërsa drejtuesit e tyre në shërbim të qytetarit dhe jo pronar të institucioneve. Por fatkeqësisht, klasa politike e sotme nuk e zotron këtë kulturë politike. Lidhja për Drejtësi e Progres me programin e vet synon krijimin e një kulture të re politike, në ndërtimin e marrëdhënieve institucionale e ndërpersonale të bazuara në vlerat e respektit për dinjitetin njerëzor, në lirinë, demokracinë, barazinë, vazhdimsinë dhe legitimitetin e shtetit, i cili respekton të drejtat e shtetasve që u përkasin minoriteteve e grupeve etnokulturore, si vlerat përbashkëta për vendet e Bashkimit Evropian, ku sunon pluralizmi politik, mos diskriminimi, toleranca, drejtësia, solidariteti, barazia gjinore, ekonomia sociale e tregut, laicizmi si parimi i lirisë dhe paqes sociale, i cili lejon njerëzit e të gjitha feve dhe besimeve që të jenë në gjendje të shprehin bindjet e tyre fetare dhe të praktikojnë besimet e tyre në liri të plot me institucione ku të falen dhe lejon njerëzit që nuk besojnë të organizojnë jetën e tyre dhe ata në paqe dhe liri. Lidhja për Drejtësi e Progres e konsideron fen institucion shumë të rëndësishëm të njerëzimit, por dhe laicizmin si një parakusht të demokracisë.
Partia jonë refuzon të përftoj nga vlerat e shenjta fetare dhe etnike dhe t'i përdor ato për qëllime politike. Partia jonë ligjin dhe drejtësinë si pranshmëri e konsideron objekt të drejtësisë politike dhe të drejtësisë ligjore, të cilat garantohen nga shteti social i së drejtës. Koncepti politik i drejtësisë si pranshmëri është themeli i legitimitetit të drejtësisë ligjore, e cila mund garantohet nga një pushtet gjyqësor, i panshëm, i pavarur, profesional dhe i pakorruptueshëm. Drejtësia politike si formë e liberalizmit politik do të realizohet kur demokracia parlamentare, ku pushteti politik, si pushteti i njerëzve të lirë, ushtrohet në përputhje me normat juridike kushtetuese, të cilat qytetarët e arsyeshëm e racional vetë i kanë pranuar dhe duhet i zbatojnë para se veprojë pushteti i ligjit. Partia jonë Kushtetutën e Shqipërisë dhe konventat e drejtave ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë i vlerëson si normat më të larta në hierarkinë ligjore të detyrueshme për të zbatuar nga të gjithë institucionet politike të shtetit, jo për t'i reklamuar. Programi ynë merr në konsiderat realitetin politik e ekonomik të Shqipërisë, standardet dhe objektivat që duhen plotësuar për antarësimin në Bashkimin Evropian, strategjinë e Bashkimit Evropian Euro 2020 dhe instrumentet e rekomanduara nga ekspertët ndërkombëtar për kapërcimin e krizës që përfshiu dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ne kemi bindje se Shqipëria do të jetë i denjë për t'u antarësuar në institucionet e Bashkimit Evropian, kur shqiptarët dhe partitë politike të kuptojnë se detyrimi për standardet, më parë se të jetë një kërkesë e Bashkimit Evropian, ato duhet jenë një objektiv që duhet plotësuar me dojmos për interesat e shqiptarëve dhe nivelin e mirëqenien e tyre. Në kohën kur konceptet politike dhe metodat e drejtimit janë të zbrazura të vjetruara nga përmbajtja demokratike dhe vlerat njerëzore quhen të tejkaluara, ndërsa shpërdorimi e abuzimi me detyrën konsiderohen privilegj e mjet pasurimi, institucionet dobësohen çdo ditë, kur elitat politike nuk qarkullojnë dhe autoritarizmi po venit demokracinë, partia jo mendon se kërkohet një filles e re, si lëvizje e njerëzve me mendime të freskëta, e shikim vizionar nga ardhmja, me veprime dinamike institucionale për të ndryshuar këtë situatë që pengon shqiptarët për të integruar në institucionet europiane, me vlerat e tyre kombëtare dhe pikërisht këtë mision ka lidhja për drejtësi e progres. Ne jemi lidhja që do të ndryshojmë politikën aktuale. Ne jemi kundër politikës rrugës. Jemi për politikë institucionale. Ne jemi për politikën e zgjidhjes, e jo të konstatimit. Ne jemi për drejtësinë si panshmëri kundër politikës së mashtrimit. Ne jemi për konsolidimin e institucioneve politike e juridike, kundër praktikave e sjelljeve antidemokratike. Ne jemi për progresin, jemi për zhvillimin, kundër politikave që kërkojnë vetëm ndryshimin. Ne jemi për shanset barabarta dhe të drejta për gjithë kundër politikave që diskriminojnë femrën dhe fëmijët. Ne jemi për standardet europiane të jetesës, kundër krahasimit me standardet e mbijetesës. Ne jemi për rritjen e mirëqenies së moshës tretë të rinisë. Nuk jemi e s'do të jemi kurrë kundër të pasurve dhe pasurisë. Ne jemi për korrigjimin e shpërndarjen e buxhetit të shtetit sipas kriterit të leverdishmërisë dhe efektivitetit. Ne jemi kundër politikave të investimit me kritere preferenciale. Ne jemi për eliminimin e abuzimit me të ardhurat kombëtare. Ne jemi për zgjedhje të ndershme. Ne jemi për zgjedhje të ndershme elektorale, kundër harxhimeve maramëndse për fushata zgjedhore e posterat e kryetarëve. Ne jemi për ekonominë që prodhon, përpunon, produket, por me rritje punësimi në vend të ekonomisë informale ku sundon korrupsioni dhe abuzimi. Ne jemi për turizëm të zhvilluar në Bregdet, në zona malore e turizmit familjar, me mjedise ekologjike standarde të larta në vend të turizmit spontan e me mbeturinat si mal. Ne jemi për politika akademike arsimore që nxisin dijen e forcojnë vullnetin kundër praktikave masivizuese që prodhojnë mediokritetin. Ne jemi për administrat që drejtohet nga profesionistë në vend të militantëve të paftë që konsumojnë e shpërdorojnë taksat e shqiptarëve çdo ditë. Ne jemi e do të nxisim kapitalin vendaset huaj të investojë në sektorët strategjik të ekonomisë pa cënuar standardet mjedisore që shkurtojnë jetën e njerëzve dhe shkatrojnë ekologjinë.
Ne jemi kundër patriotizmave anakronik dhe politikave që nxisin urrejtje nacionale, që zbehin emrin e Shqipërisë dhe fyejnë ndjenjën kombëtare. Nacionalizmi ishte i vlefshëm për të shkatëruar perandoritë për të fituar pavarësinë. Ne jemi për multikulturalizmin, mbështesim globalizmin që të marrin antarësimin. Politikat me frymë nacionaliste e vendosin në vështirësi kombin dhe interesat kombëtare. Partia jonë ka konceptin se interesat kombëtare mbrohen duke përtërir vlerat më të mira të trashëgimisë historike e kulturore, arkeologjike e etnografike, si pjesë e vlerave më të shquara të kulturës botërore, për të integruar me dignitet në shoqëritë perëndimore. Për këtë arsye, partia jonë e denoncon patriotizmin e rrem, i cili maskohet me flamurin kombëtar për të mbuluar pafsinë e konkurimit politik me programe dhe burime njerëzore që kanë vlera morale e intelektuale të larta. Çdo lëvizje ndjenjë patriotike është e përshëndetur dhe duhet vlerësohet e duhet mbështetur, po përderisa nuk bie ndesh me parimet dhe filozofinë e institucioneve të Bashkimit Evropian dhe Euroatlantik, ku ne duam të bëjmë pjesë organike e saj. Partia jonë mendon se askush nuk mund të pretendojë se është patriot e shqiptar i vërtet, kur nuk zbaton detyrimet juridike kushtetuese të vendit vet dhe abuzon e shpërdoron detyrën për të cilën paguhet. Lëvizjet e aleancat që pretendojnë protagonizëm politik në emër të flamurit kombëtar, duke cënuar normat ligjore kushtetuese, kanë prirje të krijojnë autoritete të cilave ju mungon legitimiteti ose janë në krizë legitimiteti. Partia jonë konsideron konkurrencën politike si konkurim alternativash e programesh të ofruara nga elita politike të respektuara nga komuniteti dhe shoqëria për vlerat e tyre njerëzore, moralin politik, aftësitë intelektuale e profesionalizmit, frymën krijuese e vullnetin e fortë, ndjenjën qytetare dhe frymën demokratike që për drejtësinë e progresin e vendit orientohen nga standardet më të përparuara të demokracisë perëndimore dhe si alternativë preferojnë të mirën e mundshme në vend të keqes më të vogël. Ne jemi për shtetin social të së drejtës dhe do ta ndërtojmë këtë shtet që të japim fund qeverisjes me emër të ligjit të shtetit. Shteti i së drejtës do të ofrojë shanse dhe barazinë e së drejtës së çdo njeriu para ligjit, drejtësi të pavarur dhe kontroll dhe mbrojtje juridike kushtetuese, do të nxit dhe inkurajojë subjektet juridike në tregun e punës që të rrisin punësimin, prodhimin e shërbimin, për të krijuar shoqërinë e mirëqenies ku dominuese duhet jetë klasa e mesme dhe do të marrë në mbrojtje kategoritë sociale në nevojë, të cilat nuk integrohen dot në tregun e punës për arsye objektive dhe aftësitë e tyre të kufizuara, po jo nga demelizmi. Lidhja për drejtësi e progres nuk është kundër pasurisë dhe as kundër të pasurve, por është kundër mënyrave të padrejta dhe antiligjore të shtirimit të pasurisë, si forma korruptive që inkriminojnë shoqërinë, por dhe ndikojnë në varfërimin e grupimeve të tjera sociale. Partia jonë do të inkurajojë dhe do të nxiti cilido që ka aftësinë juridike për të vepruar në përputhje me ligjet e shtetit, që ta shtojë pasurinë, duke paguar detyrimet ligjore ndaj shtetit, sepse shtimi i pasurisë individëve ne e vlerësojmë si rritjen e pasurisë kombëtare dhe burimin e mirëqenies për të gjithë shoqërinë shqiptare. Partia jonë në parim është kundër ndërhyrjes së shtetit drejt për drejt në ekonomi, me qëllim që ajo të bëhet më dinamike dhe më e qëndrueshme, pasi ekonomia e diturisë së tregut stimulon teknologjinë e informacionit, fleksibilitetin e tregut të punës dhe aftësinë e përshtatjes punëdhënësve dhe të punëmarrësve me këtë treg në zhvillim. Ndërhyrja e shtetit në ekonomi do të kufizohet vetëm në hartimin e strategjive për progresin e ekonomisë kombëtare, në kushtet e intensifikimit të konkurrencës ndërkombëtare, në përgatitjen e legjislacionit që stimulon ekonominë dhe ndërton politika për nxitjen e punësimit, që promovon burime njerëzore të kualifikuara për plotësimin e ofertës së tregut të punës dhe për të përballuar presionin e konkurrencës ndërkombëtare që ushtrohet në kushtet e globalizmit mbi ekonominë e vendit.
në kontrollin kushtetuese buxhetor të subjekteve që përftojnë fonde nga taksa paguesit shqiptar dhe për të parandaluar ndikimin e fenomeneve negative të krizave në ekonominë vetëm me instrumente legjore dhe jo me direktiva partijake. Ne shteti nuk e vlerësojmë si një të keqe të nevojshme, por si promovues, garantues të zgjerimit të lirive të drejtave të individit, si promovues i unitetit kombëtar dhe i drejtësisë sociale. Ne pranojmë rolin rregullator të shtetit për të zbutur pabarazit dhe padrejtësinë që krijon ekonomia e tregut të lirë, për të zhdukur varfërinë dhe për të ekuilibruar me mekanizma ligjor padrejtësitë sociale, të cilat mund të bëjnë shkak për prishjen e paqes sociale, e cila dëmton jo vetëm ekuilibrat shoqëror, por vendos në pozita shumë të vështira edhe vetë sipërmarrësit dhe punëdhënësit. Shteti duhet të administrojë kërkesën e tregut nëpërmjet politikave fiskale e tatimore dhe nëpërmjet kontrollit të shpenzimeve publike, duke shmangur praktikat abuzive e klienteliste që nxitin e krijojnë monopolin dhe politika monopoliste. Roli i shtetit duhet të forcohet për të zvogluar informalitetin në tregun e punës dhe për të hartuar politika sociale për nxitjen e punësimit, që të rrisi punësimin dhe grumbullimin e kontributeve të detyrueshme së sigurimit shoqëror nga punëdhënësit, nga punëmarrësit, nga të vetë siguruarit, me qëllim që të krijojë një qëndrueshmëri të fortë ekonomike edhe në buxhetin social. Partia jonë do të ridimensionojë partneritetin social midis punëmarrësve, punëdhënësve dhe shtetit. Hartimi i legjislacionit do të jetë kompetencë e Këshillit Kombëtar të Punës. Ne do ta sjellim kodin e punës në standardet e konventave të organizatës ndërkombëtare të punës. Target grupi më i vlerësuar në politikat sociale do të jenë studentët e të rinj, e pa integruar në tregun e punës. Mosha e tretë e kategoritë e padëmshpërblyera nga padrejtësitë e politikave, të përndjekurit politik dhe të përjashtuarit nga tregu i punës për arsye të reformave politike e ekonomike, ushtarakët e minatorët dhe kategoritë e personave me aftësi të ndryshme. Partia jonë e vlerëson shumë paqen sociale që realizohet kur shteti ndërrohet vetë në partner social, me përfaqësuesit e punëdhënësve dhe me përfaqësuesit e punëmarrësve, me grupet e interesit dhe shoqatat jo fitipruese të specializuara në të fushë, për të hartuar politika të cilat do të mbështeten me fonde si nga buxheti i shtetit dhe nga aktorë të tjerë ligjor të tregut. Me paketë ligjore do të garantojmë të drejtat subjektive të punëmarrësve për pagën minimale, shtesën mbi pagë për tejkalimin e kohëzgjatjes në punë, për punët tej kohëzgjatjes normale javore dhe shtesën për punën në ditët e festave pushimet javore dhe garantimin e të drejtave për higjienën e vendit punës, sigurimin teknik për të siguruar jetën e punëmarrësve dhe për të ulur aksidentet e sëmundjet profesionale, të cilat janë shndruar në një barë për buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Në fokus politikave do të jenë fenomenet negative që evidentoj kriza e thellë ekonomike e vendeve të Bashkimit Evropian, rënja e ritmeve të zhvillimit, ulja e borxhit brendshëm publik dhe funksionimi i sistemit bankar kreditues. Lidhja për drejtësi e progres beson se shpëtimi i humbja e Shqipërisë është në dorë të vetë shqiptarëve, të cilët në parë se çdo gjë duhet të lidhin një besë të madhe e të përgjithshme, në mes të tyre e të bëjnë një lidhje, një bashkim që të pushtojë të tërë Shqipërinë, thoshte Sami Frashëri. Lidhja për drejtësi e progres do t'i jap jetë thirrjes së Samiut tonë. O burrani, o shqiptar, ziruni me të dy duart në besë në lidhje në bashkim, se kjo do t'ju shpëtojë dhe mos vështroni besë e fe musliman, katolik, ortodoks, të gjithë shqiptarët, sa janë e tek janë vëllezër. Gjithë duhet bashkohen në flamurin e shenjtëruar të Shqipërisë. Lidhja për drejtësi e progres do të jetë shtëpia e bashkimit të njerëzve që të vetë zgjohen nëpërmjet dijes për të vetë zgjuar nga mosbesimi shekullor dhe rreshtimi në formacione politike thjesht për arsye tradicionale. Ne do të arrëzojmë mendimin se shqiptarët nuk janë të zotë as të vetë qeverisën dhe as të krijojnë institucione politike të qëndrueshme. Fuqia e dijes dhe besimit do të shndrojë lidhjen për drejtësi e progres në një fuqi politike të drejtësisë dhe të progresit.
Fuqia politike do të rritet nëpërmjet veprimit bazuar në norma kushtetuese, në legjislacion dhe në normat që rregullojnë veprimtaritë e partive politike. Partia jonë politikën e vlerëson si artin e të mundshmes, e cila merr jetë nëpërmjet kompromisit e konsensusit institucional dhe zgjedhjeve konkurruese të barabarta, të përgjithshme periodike, sipas parimit një njeri një vot, një peshë. Lidhja për drejtësi e progres është për formën republikane të qeverisjes me kryetar shtetit zgjedhur me votim të drejtë për drejtë nga populli. Në Shqipëri, kuptimi mbi politikën duhet të rishikohet tërësisht. Procesi duhet fillojë me demokratizimin e partive politike dhe me qarkullimin e elitave politike të përhershme. Partitë politike duhet të shndrohen në shkollat veprimit demokratik për të çliruar nga autoritarizmi i kryetarëve. Lidhja për drejtësi e progres është e para parti politike që ka kufizuar me statut mandatin e kryetarit të partisë. Mandati i kryetarit të kësaj partie do të jetë 4 vjet me të drejtën e rikandidimit vetëm një herë. Një tjetër njësi është instituti i dorëheqjes nga mandati. Dorëheqja është akt moral qytetërus ndaj përgjegjësive publike. Ne do ta institucionalizojmë dorëheqjen në të gjitha nivelet e drejtimit me norma statutore. Partia do të organizohet në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë sipas ndarjes administrative, në qarqe, në rrethe, në bashki, në komuna, në lagjet e qytetit e në gjitha fshatrat e Shqipërisë, si brenda dhe jashtë vendit për të konkurruar në zgjedhjet politike të vitit 2013 në të gjitha zonat zgjedhore. Target grupi i antarësimit Lidhja për drejtësi e progres do të jenë subjektet që fitojnë të drejta sociale e politike nga kushtetuta e Shqipërisë, nxënësit mbi 16 vjeç, e studentët e talentuar, pedagogët e kualifikuar e të specializuar, specialistët e institucioneve kërkimore e shkencore, punëmarrësit e punëdhënësit, specialistët me statusin e nëpunësit civil, të vetëpunësuarit në zona urbane e rurale, emigrantët shqiptarë, kategoritë shoqërore që janë jashtë tregut të punës për shkaqe ligjore, kategoritë sociale të përndjekurve nga shteti i diktaturës për bindjet e tyre politike dhe çdo individ që besonte programi dhe vlerat e kësaj partie. Organet qendrore të partisë do të emërtohen sipas modelit të lidhjes Prizrenit. Ato do të jenë Kuvendi Kombëtar, Këshilli i Përgjithshëm, Kryetari i Partisë, Kryesia e Partisë, Sekretariati i Partisë. Ne do të kemi për herë të parë Komisionin Qendror të Interpretimit dhe Zbatimit Statutit si një organ kushtetues. Ne do të kemi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në parti, për zgjedhjet në parti, për zgjedhjet politike dhe zgjedhjet vendore, me qëllim që të mos merremi me diskurse politike në përfundim të proceseve zgjedhore. Lidhja për drejtësi e progres me programin e saj do të japë Shqipërisë fytyrën perëndimore dhe politikës në Shqipëri moralin e munguar. Shqiptarët sot më shumë se sa nga niveli i ulët i mirëqenies janë të trishtuar nga mungesa e perspektivës, të cilën e bën edhe më pak shpresdhënëse mendësia e vjetër e drejtimit dhe amoraliteti i politikës së ditës. Tendenca për pushtet e ka cënuar shumë rënd moralin politikës Shqipëri. Për pushtetin që sjell para politikanët lëvizin sa nga një kraj i politikës në tjetrin, kundërshtarët politik si me magji brenda natës, bashkohen në një llogore kundër gjithkujt që u cënon pushtetin. Për të çliruar politikën nga ky amoralitet politik, Lidhja për drejtësi e progres do të iniciojë projekt ligje për hapjen e dosjeve të politikanëve dhe heqjen e imunitetit kushtetues të deputetëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve si mbrojtje juridike veçantë që pengon hetimin e tyre nga organet e drejtësisë. Ne besojmë se ky program do të zgjidhë problemet e Shqipërisë dhe do të hapë rrugën e përparimit. Pavarësisht nga ngjyrat jo optimiste, ngjashmëritë apo dallimet, Shqipëria e ka potencialin e zhvillimit dhe ne jemi optimistë se progresi do të vijë. Lidhja për drejtësi e progres ka për qëllim të ofrojë zgjidhje origjinale dhe të preshme mbi platforma politike të vlerave bashkëkohore demokratike në vend të platformave ideologjike nacionale, të cilat nxitin urrejtjen mes vetëve, etnive, besive dhe fqinjve tanë. Për shkak të kësaj veçantie, Lidhja për drejtësi e progres u drejtohet të gjithë bashkëkombësve dhe jo bashkëkombësve, shtetas të Republikës së Shqipërisë,
që të udhëhiqen nga konceptet pluraliste të qytetërimit botëror, pa marrë parasysh origjinën, etnin, gjinin, besimin dhe mendimin, dhe pa diskriminim të zhvillojnë vetë dijen e shtetësisë dhe të ndajmë me krenari të qenit shtetas të Republikës së Shqipërisë. Uniteti dhe integriteti i Republikës së Shqipërisë laike e demokratike, shteti social i së drejtës ku duhet sundojnë proceset civilizuese të demokratizimit, liria e besimit dhe barazisë së shanseve, konsiderojnë thelbësore, sepse nëse të gjithë nuk janë të lirë, askush nuk është i lirë. Përvoja e gjatë historike në mëson se perandorit dhe qeverit i ka rënuar korupcioni dhe dekadenca, parregullësia e spekulimi, favorizimet dhe pabarazia para ligjit, tendencat raciste e preferencat partijake, autoritarizmi e despotizmi. Kundër këtyre fenomeneve partia jonë do të luftoj pa kompromis, intensivisht, vazhdimisht. Populli shqiptar është vital dhe zgjidhjen mund ta jap vetë. Samiu i Nimat në mëson se forca për të shpëtuar kombin është e aftësia që ka populli për të zgjedhur ata që me qeverisjen e tyre ja lehtësojnë në vend se t'ja bëjnë më të vështirë zgjidhjet, i bashkojnë energjitë në vend që t'i ndajnë ato, i zgjidhin problemet në vend se t'i shtyjnë ato sa më lart dhe të sigurojnë mbrojtjen e më të dobtit ndaj veprimeve të padrejta të më të fuqishmit. Partia jonë nuk identifikohet me popullin, por do të punojë për popullin. Kjo është arsyeja që populli duhet besoj te morali ynë politik dhe aftësia që zotrojnë për të ndryshuar jetën e tij, duke eliminuar problemet kronike me të cilat përballet Shqipëria. Ne besojmë se drejtësia dhe progresi për shqiptarët do të sigurohen me dije, me besim, me punë të ndershme dhe me ndihmën e Zotit. Ju falenderoj për vëmendjen të nderuar në këtë salë. Nuk di nëse dikush dëshiron të shfaqë një mendim për programin ton. Është i ftuar. Dhe tani ftojmë sërish. Po, mund të vini dhe mëse nuk e kisha. Përshëndetje të gjithëve. Dëgjova me kujdes fjalimin programatik të zotrit Sherifi dhe kuptova që në gjithë gjatësinë e saj fjalimin mbështetesh në atë që ne si shqiptar kemi shumë nevojë sot. Në gjetjen dhe në marrjen e legjimitetit të një partie politike nga populli dhe kthimi i këtij legitimiteti me shërbim politik dhe qytetar. Në këtë 100 vjeçare, ku partitë kryesore politike kanë humbur legitimitetin e marrë nga votat e njerëzve dhe po mbështeten dhe rreken dyerve për të marrë një legitimitet jashtë këtij kufiri, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Jam i gëzuar që afërsisht pas një shekulli, një parti merr një mision të realizojë atë që Samiu i Madh e hodhi në letër. Kjo është një vepër e cila kërkon punë, përpjekje dhe përkushtim. Por unë shpresoj dhe besoj që partia apo lidhja për drejtësi dhe progres do të realizojë këtë gjë. Në lidhjen për drejtësi dhe progres, unë shoh që një gjë të cilën neve na ka munguar. Flasim të gjithë për drejtësinë. Drejtësia është një fjalë e madhe e cila nëse nuk qëndron edhe për qytetarin e fundit të Republikës Shqipërisë, ajo nuk mund të qëndrojë në këmbë për gjithë shtetin shqiptar. Unë besoj tek kjo lidhje
besoj personalisht tek zoti Sherifi që do jeni luftëtar të drejtës dhe të progresit. Urime për krijimin e partisë dhe suksese. Dhe tani ftojmë sërish kryetarin e Partisë Lidhja për Drejtësi dhe Progres për të shpërndarë në mënyrë simbolike kartën e anëtarësisë. Faleminderit. Kam nderin të ftoj zotin Lirim Karemanaj të marrë kartën e anëtarësisë. Zoti Karemanaj punon për organizimin e Partisë Lidhja për Drejtësi e Progres në Patos. Kam kënaqësinë të ftoj zotin Liman Lala, i cili është në marrjen e masterit në shkencat juridike. Kam kënaqësinë të ftoj Sonila Shem, kam kënaqësinë të ftoj Zushën Eni Tresa, duke punuar për të marrë masterin në shkencat e shëndetësisë. Studente në Fakultetin e Drejtësisë për të diplomohet juriste dhe është studente e shquar. Kam kënaqësinë të ftoj me radhë miq dhe shokët që mos i vonojnë Bledari Sallari. Atëre do na i vështirësoni, sepse ndoshta kolegët janë. Zotin Manush Cekaj. Një ndër antarët e Lidhjes për Drejtësi e Progres që po punon jashtëzakonisht fort në rrethin e Fierit. Zotin Bledar Zelpa. Zoti Abdullah Tora. Po, ju thash që kështu na i vështirësoni. Zoti Dritan Ligaç. Dorian Ligaç në tani. Inxhinier, ndërtues, ashtu si ditë të ngrerë konstruksionet forta, do të punoj për të ndërtuar dhe një parti të fortë në Ministrinë e vet. Anila Costa. Po, Enkeleda Tak. Studente masteri. Elma Halili. Zonja Elma Halili, edhe diplomuar edhe në drejtësi, edhe për gjuhë letërsi. Kam nderin të ftoj zonjën Elmira Bakiu, një profesioniste me një kulturë me gjithmonë të vërtet perëndimore. Kam nderin të ftoj Zushën Bejana Qekani. Diplomohet në master
për Gjusi. Po gradecare Pep Poradeci. Zoti Shpendi Shehu, i diplomuar jashtë vendit me një formim e kulturë perlimore dhe me dëshirë e vullnet për të kontribuar për këtë lidhje. Anila Costa. Engeleda Meritona dere që hapi me ceremoni si themeluesen e lidhjes për drejtësi e progres. Zoti Subashi. Ferdian Sheu, një ekonomist i talentuar dhe me një vullnet të hekur për të kontribuar për lidhjen tonë. Jolanda Veshe. Jep kontributin e vetë për kategorinë e familje me autizëm. Zoti Shpëtimta Vëzhiri. Dorina Vera, e diplomuar universitet në master në shkencat sociale. Zoti Matilda Ustemi, një ekonomiste dhe me një vullnet po kaq të fortë. Mirë, të nderuar miq, besoj të mos ju lodhim se janë shumë, por kjo ishte për këtë efektin emocional të momentit. Ju përshëndes dhe kartat kjo është dhe marrë. Ju falenderoj.